Ndoshta ndihesh e shkëputur nga Allahu dhe të duket sikur ke mbetur prapa. Ndoshta sheh të tjerë duke ecur përpara dhe në zemrën tënde lind dyshimi, a më ka harruar Allahu? Jo, ai nuk të ka harruar, këto janë vetëm vesvese, dyshime që të shejtani përpiqet t'i mbjellë në zemrën tënde për të larguar nga mëshira e Zotit tënd. Allahu është Er-Rahman, më i mëshirshmi, ai të njeh më mirë se ç'njeh veten. Ai e di se çfarë ka nevojë shpirti yt, edhe kur ti nuk e kupton. Ndoshta kjo që e sheh si vonesë është në të vërtetë mbrojtje. Ndoshta ajo që e quan refuzim është udhëzim dhe ridrejtim. Ndoshta ai po të përgatit për diçka shumë më të madhe, më të mirë, më të qëndrueshme. Ndryshon mënyrën se si e sheh situatën. Shiko bekime edhe aty ku ka sprova, edhe aty ku ka dështime. Shiko urtësi edhe aty ku ka pengesa, sepse çdo gjë ndodh me caktimin e tij dhe Allahu nuk bën gabime. Ti nuk je vonë, ti nuk je harruar, ti je pikërisht aty ku duhet të jesh. Mbështetu tek ai sepse ai nuk e humb asnjë rob që e kërkon me zemër të sinqertë. Ki sabër, ki besim, sepse fundi i bukur i përket gjithmonë atyre që kanë duruar dhe kanë besuar. Koha jote